Forcat zjarfikse të Fierit, patosit Roskovecit, punonjës të pyjores dhe banor të zonës janë bashkuar aksionit për shuarjen e flakëve në masivin pyjor të Darzezës. Zjarri i të dielës, i cili u shua mëngjesin e të hënës, në mesditë ju aktivizuan vatret e zjarrit përsëri, duke u përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të konsiderueshme. Terreni i vështirë anore ka bërë të pamundur ndërhyrjen e mjeteve zjarfikse, duke detyruar efektive të përdorin mjete rrethanore. Ndërkohë Bashkia Fier ka vënë në dispozicion edhe një traktor me zinxhir për hapjen e korridoreve. Reaktivizimi i vatrave të zjarrit në Darzez ka ndodhur paralelisht me një tjetër vatër zjarri në kodrat e Zhupanit, ku edhe në këtë zonë ndërhyrja e mjeteve zjarfikse ka qenë e kufizuar. Burime pranë prefekturës bëjnë me dije se ka filluar ndërhyrja nga ajri. Prefekti i qarkut Fier, Arben Çuko, i pranishëm në operacionin e shuarjes së flakëve në masivin pyjor në Darzez, është shprehur se me ndërhyrjen nga ajri të helikopterit kogar të Ministrisë së Mbrojtjes, flakët po vijnë në kontroll. Çuko është shprehur se ende nuk ka të dhëna paraprake për sipërfaqen e dëmtuar, ndërsa ka theksuar se policia e Fierit ka punuar për zbardhjen e shkaqeve të këtij zjarri masiv. Unë kam komunikuar me drejtorin e policisë vendore në Fier dhe besoj që policia po shton masat e saj dhe zbuluese dhe hetimore dhe parandaluese në këtë drejtim. Prej disa ditësh ka vijuar puna për pastrimin e korridoreve brenda masivit pyjor, ka thënë Çuko, por për masat e zjarrit kanë qenë të mëdha, duke vështirësuar hyrjen e mjeteve zjarfikse. Bashkia e Fierit, po dhe bashkitë e tjera si Divjaka dhe Lushnja dhe Roskoveci, Ballshi, që kanë zona pyjore në administrim, e ka bërë këtë plan dhe me mjetin që ka siguruar bashkia, ka filluar puna me kohë për të hapur, për të pastruar, se ato janë rrugë tashmë të përcaktuara, për të pastruar rrugët në parcelat pyjore, me qëllim që të lehtësoj punën e zjarfikseve. Zjarri ka përshkuar bimësin poshtë kurorës së masivit pyjor të Pishave, ka thënë Çuko, teksa ka vlerësuar punën e efektivëve zjarfikës, duke i cilësuar heronj të ditës.